Unë e mora simbolikisht numrin, unë e kom pasën... Edhe vinë në një derë, me që një derë quhet vinë. shkollë. Sa se- bukur na ke thonë, kjo... E marë numrin... Dhe në lajt din 1969 zonë se kom lanë shkollën. 1000... E llogaritë simbolikisht, 1969 dyër janë qelë për çdo ditë për me artë ajo derë është dera e shkollës. Ja ku është përgjegjësia jonë, edhe profesionale, edhe njerëzore. Dhe shumë herë më shpreh edhe me gjuhën i kemi amanet, edhe për Zotit, por edhe për prindve që këta fëmijë të edukojmë, të arsimojmë në mënyrën më të mirë. Prandaj kjo ka qenë ajo maksimumi im që jam munduar vetëm të qenë i disiplinuar në punë, për t'ju dhënë shembuj të tjerë, pastaj për të pasur të drejtë me kërkuar nga të tjerët. Edhe prej Zotit edhe prej njerit, na ke thonë fort bukur mësusja jetë, mësusja jetë sonte. Për shkak se të gjithë ata që të njohin e dinë që je profesor, edhe që për vite të tëra ke qenë drejtor jo i privilegjit, po drejtor i punës, dhe është diskutu në Prishtinën tonë që nëse donë me kry punën qysh duhet në një shkollë që nëse ka dhe probleme, qoje mësusin a jetë brajshtorën. Absolutisht, Jo, për mua është përrësisi me marë. Normalisht në thonë emrin mësus edhe në më thirë mësus. A pesha mësusit. Këmë shenë mësus, asa ka mujtë me dhonë kontribut. I falem dhe prindit tim që në moshën gjithësisht në klasën e 5 me ka orientuar që unë do t'jem mësus një ditë. Jemi munduar me ja këthyar në vepra të mira nga kandi mësusit dhe do t'i jem mësus të njetën. Por edhe nëse Zotit që se jep, po t'ma jep edhe një jetë, nuk do t'a ndryshoj. Përsëri do t'filloj me punën e mësusit. Përsëri do t'ishe mësus. Përsëri mësusit. Pesha e mësusit dhe pesha e qilit thonë nuk matet në asë një mënyrë. Me këtë peshë që e ke si rezultati punës tonë, i fisnikrisë tonë dhe kështu jetësorën, më falë që po të flasë kështu, po kështu të njohin, edhe kështu të njohin ata që kanë kalu në për si e ndjenë sot këmësusa që dashur dhe punëtor, a jetë brejshori. 26 vite, thata? 26 vite drejt për drejt punë me nxënës, me staf, me shkollë, pa ndërprej me menaxhim, me arsim, me pedagogji, me didaktik. Edhe herë po them puna e mësuesit sa është e vlefshme, nuk ka që e matë. Nuk ka që e matë. Megjithatë në etapat të ndryshme arsimin shqip ne e dim se si ka kaluar. Edhe unë i përgëzoj të gjithë ata të cilët përkundër aty në sakrificave dhe okupimit klasik dhe ndjekjeve, përsekutimeve, burgosjeve, kanë qëndruar mësuesit me kokën lartë për ta mbajtur gjallë arsimin shqip në Kosovë. Me heroizëm thjesht. Mirë, po mendoj që nuk i jepet tretmani apo ajo vlerësimi sa meriton mësuesi. Nuk duhet t'i akuzoj as qeverit, por duhet t'ju tërheq vërejtjen që nëse dojnë ata kemi një arsim të shëndetshëm, do të investojmë në arsim. Arsimi të gjitha thonë është primar i kësaj qeverie, mirë po në realitet nga eksperienca ime nuk ka dalë bashkë ashtu. Ka ndryshime pozitive, mirë po mësuesi meriton ende më shumë, sepse mësuesit duhet me lënë vetëm me profesionin e mësuesit. Me kërkuar punë vazhdimisht, me bërë vlerësimin e performancës, thuje se çdo vit me mbështet në ngritjen profesionale të vazhdueshme se mësuesi duhet me qenë gjithmonë nxënës. Për të pas suksese mësuesi duhet me qenë nxënës që nën kupton zhvillimet janë qaq mëdha edhe ekonomike edhe shkencore në botë që mësuesi nëse nuk lexon mbetet të mbrapa. Prandaj duhet me qenë nxënës gjithmonë që të gjitha këto ti plason ti përcjell deri te nxënësit e tyre apo te brezit që kanë në edukim dhe në arsim. Je përgatit çdo ditë para se të shkosh me të dhëna të reja, me të arriturat të reja, Mendoj që po, mendoj se jemi në rrjedhë ende. Unë edhe pse dola në pension, tash i kam bë 4 vite para 2-3 ditë me datën 25 shkurt. Se mësuesja jetë që lype me dola në pension ka qenë djali i ri. Po vitet të më qëtën, jo shoqënia nuk më qiti, se më kërkoj përsëri. E që më besoj që s'ke dalë. I nevojë, tha ende. Besoj që si jetë pensionu. Jo, në atë aspektin pension nuk po e shoh. Se po kom angazhime, ende edhe pikërisht në fushën e arsimit, mirë po i shoh ndryshimet. I shoh edhe në të kaluarën, vlerën e mësuesit, e peshën e mësuesit,
e shoh edhe sot, e shoh edhe trajtimi si bëhet, e shoh edhe respekti si bëhet, edhe nga institucionet, edhe nga prindët, edhe nga nxënësit, nuk është sport lakmore. Përpara mësuesi ka pas një respekt jashtëzakonshëm dhe ka qenë idol i kombit, i komunitetit, i institucioneve, kur mësuesi ka folë, fjala e tij vërtet ka pas peshë. A duhet mësuesi sot edhe këtyre qeverive që ndërrohen, shkojnë e vinë, m'ja u shpjegu këtë se nashta nuk e din? Po mendoj që nuk janë që nuk i din, më farë kështu, mos të bëjmë një farë bisede replike, por i din, por nuk dojnë me bërë. Po nuk duan? Këtu nuk dojnë. Nuk duan. E kë udhëheq arsimin edhe shkollën, edhe si mësues, edhe si udhëheq, ekzekutiv, drejtor, në vitet tepër të rënda, tepër të vështira. Bile shkolla Zenel Hajdini ka qenë ajo veni, ajo bërthoma, ku gjithçka kombëtare është zhvilluar aty, me plot vështirësi. Krejt ato i keni bartë edhe në kurrizin tuaj, me shumë vizita nga policia, nga dhuna e kështu, por s'keni resht së punori. Bile në kushte tepër të rënda, keni nxjerrë dhe revista, keni bërë edhe programe artistike, si kujton ato kohë? E më patëm sinqerisht se mik edhe jetës e shtëpisë, po më prek në emocione që do të mundona të përmbahem, sepse për mua thashtë dhe njërë arsimi ka qenë detyrë kombëtare, ka njerë të me akon vendos një guralec, se jo guri, për guralec, me ndihmu këti arsimit në këtë gjysmë shekulle, e bëj një vetë vlerësim në vetë vetë që kam të drejtë dhe të tjere, pas taj t'ju them. Në vitet e 90 kanë qenë vitet më të rënda për arsimin shqip, por kemi qenë shembull në tërë botën qyshe kemi organizuar arsimin shqip. E ja, nuk e ka bërë vetëm jeti, por e kanë me bërë kolektivisht dhe i falenderoj edhe nga kjo studio juaj, që më dha rastin të falenderoj, të filluan nga vetë stafet e gjithë mësimdhënësve që kanë punuar, që kemi pasur rreth 22.840 mësimdhënës me një armatë të tërë në krejt Kosovë. Një armatë, gjitha nivele po flas. Pastaj mrapa kemi pas komunitetin e prindërve që na kanë qëndruar afër. Edhe më vonë normalisht i kemi bashku gjitha forcat edhe nxënësit edhe të gjithë dhe kemi arritur me zhvilluar arsimin shqip. Me modesti po e them, ajo është periudha kur ne kemi prit edhe burgoqet, edhe arrestimet, edhe me mua ka ndodhur në ditën e dytë, pasi që më bë drejtor në Zenel Hajdin, jam arrestu, nuk duhem ma marrë këto për lavdat kërkush, por e ka qenë edhe një 3 herë me vonë, por e që ka qenë me shenjtë është 27 nëntori vitit 1997, kur në pranitën nxënësve, të institucioneve, të organizatave ndryshme, pesa të fëmijëve të mi që kanë qenë aty, jam arrestuar, por nuk na kanë dalë, sepse kemi pas një obligim kombëtar me zhvilluar arsimin. Nëse kthehemi 7 marsit, derisa e marrë Zenel Hajdin, 7 marsin e kemi ditë vetëm si ditë e mësuesit. Por të falenderuar këtij stafin asaj shkolle, normalisht dhe ne idetë tona, përkundër rrezikut, ne kemi arritur me festuar çdo vit 7 mars. Për të saj kemi nxjerrë edhe revistën 7 mars. Për ata dhe jo për fjalë edhe për lavdat, por për të dëshmuar se në atë kohë ne kemi nxjerrur revistën Lulkuqet, e pikërisht me datën 7 mars, me datën 28 nëntor, me datën 24 maj, kur është dita e shkollës, vazhdimisht kemi nxjerrë revista, por në veçanti kemi kushtuar edhe ditës së 7 mars. Ditës së 7 marsit. Me radhë, në për vite, Po, i morave simbolikisht këto, se në çdo vit e kemi marrë dhe kemi organizuar programe të jashtëzakonshme. Që ke arriti ruash, e ti mbrosh se pastaj edhe shkolla Zenel Hajdini, edhe shtëpia tuaj janë bo rrafsh në kohën e luftës, po sa bukur që ke mbri, që ti kemi absolutisht në arhivat tona, sa të jemi mundësisht të vëdishëm të ruajmë gjërat. Në lejon këtu, do të shkputi edhe një detaj që është shumë rëndësishëm. Ishëm në luftë dhe unë kisha një frikë që në fund do të digjer shkolla. Sa në kanë Kosovës, neve që pamë situatën. Po digjen shkollat. Dhe vëmendjen e kisha të dokumentacione.
Falenderoj dy punëtorë teknik, të cilët me 18 maj të vitit 1999, në orët e hershme të mëngjesit, kemi shkuar dhe kemi hjek krejt dokumentacionin e shkollës. Në maj? Luftë ende. Po, lufta Ti ishte. e din gjendjen e shkollës teknike, rreth e përshar ke banuar. Ke shku bashkë me ata? Po. Edhe hyti legalisht? Me Aslanin edhe me Ismailin, tu t'ja përmend emrat, se ka qenë një trimëri e madhe tyre, edhe një përkraje shumë e madhe mrapa meje, se gjithçka ka mujt me përfunduar keq me keq. Mirë, po kemi këtë arkivin dhe kemi vendosur me një vend që veç nëse edhe e shkullin me mjete teknike se për zjarë veç e garantuam. Dhe pas luftës më nere kemi sistemu dhe nuk e mor atë artikull, se kam një artikull kur shkruhet në shkollën Zënë Lejdini u ruajti tërë dokumentacioni, pa aty në të